Alba dhe Limi janë parë më të afër se kur më parë. Duke ndezur me njëherë kureshtin e publikut dhe duke rikthyer në qendër të vëmendjes dinamikat romantike brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ajo që nisi si një shoqëri e thjeshtë mes dy banorëve, duket se po merr përditje më shumë nuanca intime, ndërsa kamerat nuk kanë humbur asnjë moment nga afrimiteti i tyre. Dyshja është kapur nga kamerat teksa shijonin momente romantike. Përfshirë edhe një puthje, ndërsa po freskoheshin së bashku në jacuzzi. Atmosfera duke e qetë dhe ngrohtë, larg debateve dhe tensioneve që shpesh karakterizojnë jetën brenda shtëpisë. Alba dhe Limi dukeshin të relaksuar, duke qeshur, duke shkëmbyer shikime të gjata dhe prekje të lehta. Gjeste që nuk i shpëtuan syrit të publikut besnik të formatit. Ditët e fundit, Alba dhe Limi janë parë vazhdimisht në shoqërinë e njëri tjetrit, duke kaluar çaste të mbushura me afrimitet dhe biseda të afërta brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova. Ata shpesh janë izoluar nga pjesa tjetër e banorëve, duke zgjedhur cepa më të qetë të ambientit për të biseduar gjatë. Në disa momente, Alba është parë mbështetur në supin e Limit, ndërsa ai qëndron pranë me një kujdes të dukshëm, duke krijuar imazhin e një lidhje që po forcohet gradualisht. Ky afrimitet ka sjell edhe reagime nga banorët e tjerë. Disa prej tyre shohin këtë raport si diçka të sinqertë që ka lindur natyrshëm nga bashkëtesa intensive, ndërsa të tjerë dyshojnë se mund të jetë edhe pjesë e lojës, një strategji për të tërhequr vëmendjen e publikut dhe për të siguruar më shumë qëndrim në shtëpi. Komentet në përdiskutime nuk kanë munguar, ku herë me shaka e herë me thumbime. Banorët kanë aluduar për romancën e re që po lulëzon para syve të gjithëve. Nga ana tjetër, publiku në rrjetet sociale është ndarë në dy kampe. Ka nga ata që i shohin Alban dhe Limin si një çift të ëmbël, me kimi të dukshme dhe energji pozitive, duke i mbështetur hapur dhe duke shpërndar momente nga afërsia e tyre. Të tjerë ndërkohë shprehen skeptik, duke kujtuar se formati i Big Brother shpesh ka prodhuar lidhje të shpejta që nuk kanë zgjatur jashtë shtëpisë. Interesant është fakti se deri pak kohë më parë, raporti mes tyre nuk ishte kaq i theksuar. Ata komunikonin, por nuk qëndronin vazhdimisht bashkë. Ndryshimi ka qenë gradual, me biseda më të gjata, mbështetje emocionale në momente të vështira dhe një afërsi fizike që është rritur ditaditës. Puthja në jacuzzi duket se ishte pika kulmore që e bëri këtë raport zyrtarisht temë kryesore brenda dhe jashtë shtëpisë. Megjithatë, as Alba dhe as Limi nuk kanë bërë ende një deklaratë të qartë për natyrën e marrëdhënies së tyre. Ata nuk e kanë mohuar afrimitetin, por as nuk e kanë etiketuar si lidhje. Kjo paqartësi vetëm sa e shton misterin dhe mban publikun të ngjitur pas ekranit në pritje të hapit të radhës. Mbetet për t'u parë nëse kjo afërsi do të shndërrohet në një histori dashurie të mirëfillt, apo do të jetë thjesht një kapitull i shkurtër në rrugtimin e tyre brenda lojës. Një gjë është e sigurt: Alba dhe Limi janë aktualisht një nga dyshet më të përfolura të shtëpisë, dhe çdo lëvizje e tyre po ndiqet me lupë si nga banorët, ashtu edhe nga publiku jashtë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.